Salavatet dhe selamet, përshëndetjet, bekimet, lavdrimi, shpëtimi Allahut, të gjitha këta janë për profetin ton Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ne lusim Allahun fuqiplot që të gjitha këta mirësi, dhunti dhe begati të jenë dhe të derdhen edhe mbi ata të cilët e ndoqen dhe ndjekin rrugën e tij, sunnetin e tij, po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Dhe nuk ka as pak dyshim vëllezër se atë që Allahu xhelleshanu në rrugë të drejtë udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, ta largon lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu xhelleshanuhu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që udhëzon. Fjalët më të mira janë të Allahut. Udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Veprat më të këqija dhe të kota janë risit, bidatet, ato çojnë në humbje, e më pastaj humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, Allahu subhanahu wa taala librin e tij, Kur'anin famëlart, e ka zbritur si udhëzim për mbar njerëzimin. Të gjitha suret, kaptinat e ajetit në vete janë dritë dhe nur. Kurse fjalët, ajetet, ato janë udhërëfijës dhe sqarime. Te libri Allahut vëllezër, secili njeri e gjetë të humburën e tij. Secili njeri e gjetë të humburën e tij nëse e kërkon me sinqeritet. I brëngosuri gjetë qetësi shpirtërore në Kur'an. I pikluari në Kur'an gjenë ngushëllime dhe prehje. Dhe Kur'ani i tëri është margaritar, është diamant dhe më shumë, se nuk ka diçka që mund të krahasohet me Kur'ani. Por ne i marim to çështje që i dim dhe deri diku i krahasojmë, por krahasimi është si nata me ditën. Prej atyre vëllezër në librin e Allahu xhelleshanu, prej atyre sureve të cilat janë margaritar, është një sure e shkurt. Mendoj se gati si cili prej nesh e din, edhe ai që se din e mëson shpejt, se i ka 7 ajete. I ka 7 ajete. Shumica dietarëve thonë që ka zbrit në Mekke. Një pjesë tire thonë po prej ajetit parë deri te i treti në Mekke, e prej 4 deri te i 7 ka zbrit në Medine. Por asije se surja përfshi ditë çështje të mëdha. Çështjen e besimit dhe atë të sjelljes, të edukatit, moralit të muslimanit. Kjo sure vëllezër në veten e saj përmban 4 cilësi të mëdha, të cilat janë rezultat të ajetit të parë. Surja i përmban dhe na tregon 4 cilësi të frikshme, 4 cilësi të cilat e shkatrojnë njeriun. Do me thonë, a i vetë se i është nis rrugës së gabuar dhe atje e pret ndëshkimi Allahut subhanahu wa taala. Cilësia e parë është kooperacia. Cilësia e ditë që do të flasim këtë sure është mos kujdesi, neglizhimi, lënia pas dore e namazit. E dita, e treta është sifatësia dhe riaja. E 4ta, pengimi i të tjerëve në kontributin e nevojtarve. Allahu subhanahu wa taala vëllezër këtë sure e fillon me pyetje. Allahu këtë sure e fillon duke parashtruar pyetje në formën njëjës. I drejtohet Muhamedit alayhis salam në veçanti, por e ka për qëllim tër ummetin e tij. Surja quhet El Maun. E Allahu subhanahu wa taala i thot Muhamedit alayhis salam: Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. A e shikon ato Muhammed, i cili e përgënjeshtron apo ka besim të dobët, të luhatshëm ndaj ditës së llogarisë? Yaumuddin vëllezër është dita e llogaritjes, dita e shpërblimit dhe dita e ndëshkimit. Dita kur do të shpërndahen shpërblimet e mira dhe jo të mira. E Allahu i thot Muhamedit alayhis salam: Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Fillon Allahu xhelleshanu me këtë pyetje: a e shikon ato i cili
përgënjeshtron, nuk beson në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë. E pastaj Allahu subhanahu wa taala këto e la si titull, si fillim. Thot, fadhalika alladhi yad'ul yatim. Ai është prej atyre i cili e keq trajton jetimin, i cili tregon sjellje të keqe ndaj jetimit. Allahu akbar, shiqoni vëllezër. Prej ditës së gjykimit Allahu subhanahu wa taala thot, a e ke pa atë? Apo a e shikoni atë i cili përgënjeshtron ditën e gjykimit? Ai është i cili e keq trajton jetimin. Jetim sipas Islamit është ai fëmiu të cilit i ka vdek prinduri dhe nuk e ka arritur moshën e pjekurisë, i ka vdek babai. Nëse i ka vdek nëna, e ka babain gjallë, ai nuk është jetim. Apo i ka bo 20 vite e kështu me radhë, ai në realitet nuk është jetim, ai është bo burmo. Mos i thoni ati jetim, se pastaj ai një çështje tjetër me fillon edhe mos me i respektu të tjerët, apo gjithmonë fillon që me përkthel tjerët, u ka krija ajo ko, ti e bo burr. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Allahu subhanahu wa taala thot, ki është ai i cili nuk e ka besimin ndaj ditën e gjykimit, ki është i njëjti i cili e keq trajton jetimin. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim. Pastaj thot Allahu xhelleshanu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Erdh një te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasul Allah, kam një problem. Zemrën e kam të ngurt, zemrën e kam të ashpër. A më bon me mësu që diçka, me më dhonë naj recept, naj këshill, që zemra ime të zbutet. Shiqoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i tha. Hadithin e ka nxjerrë Imam Ahmedi nga Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Pejgamberi alayhi salam i tha disa fjalë shkurtha. Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. I tha Muhamedi alayhi salam, a don me të zbut zemra? Jetimat ku t'i shohish për dheli, limoj jetimat, prekja u kokën, edhe ushqej atë të varfërit, përgadit ushqim, siguroja një haje, një pije, një ushqim, atyre të cilët janë të varfër. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë çështjen e jetimit dhe të ngratërve e ka konsideruar diçka shumë të madhe vëllezër në Kur'an. Prandaj thot Allahu xhelleshanu, thot Allahu në Kur'an, kalla bel la tukrimun el jetim. Jo thot asesi, ju drejtohet Allahu xhelleshanu kujt? Atyre me besimin e dobët ndaj ditën së gjykimit. Kalla bella tukrimun el jetim. Ju nuk tregoni as pak respekt ndaj jetimit. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jo vetë që nuk kontriboni, po as edhe nuk i nxitni të tjerët, nuk i nxitni të tjerët ndaj kuj, ndaj mirësisë, ndaj bamirësisë të atyre të cilët janë të ngratë. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tha Allahu xhelleshanuhu, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allahu tha pastaj ato, as pak që kontribojnë, as që i nxitin të tjerët, që ato t'ju apin të varfërve, të kontribojnë, as që nuk merr një aksion dhe atyre të cilët janë të varfër, me i thonë me ndihmu filanit, ai qetri nuk i shpi, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Përse? Për arsye se vëllezër, a dini kush kontribon për hir të Allahut? Ai i cili alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, annahum ila rabbihim raji'un. Ata të cilët besojnë fort se do të takohen me Allahun subhanahu wa taala. A e shikoni vëllezër se bamirësia, sjellja e mirë, edukata e mirë, dhëmshuria, burimi i tyre, apo pika shtyse e tyre, kush është? Besimin e ditën e gjykimit. Aq më të fortë që muslimani e ka besimin ndaj ditës së gjykimit, ndaj ditës kur do ta takon Allahun subhanahu wa taala, ai bën edhe vepra të mira. Pse? Ai e din që do ta takon Allahun subhanahu wa taala. Ata të cilët këtë çështje e kanë të dobët, ndoshta ai beson. Por arsye se besimi tek ne ahli suneti çka është? Besimi me zemër, shqiptimi me gojë, me gjuhë dhe vepra me gjymtyrët e trupit. Kjo është besimi. Jo vetëm unë besoj për nuk punoj. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në fillim e përmendi ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. A e shikon ato i cili
nuk beson në ditën e gjykimit, nuk beson në ditën e shpërblimit. Shqyqori tash vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala prej këtu tash doli me një vend tjetër. Thot fawailun lil musallin. Edhe ajeti përfundon. Interesant, Allahu ju kërcënohet atyre që falin namaz. Dhe pastaj këtu përfundon ajeti. Fawailun lil musallin. Wail, kanë thonë, është një lugin ditën e gjykimit prej luginave më të rrezikshme në botën tjetër, në xhenem, e cila është plot e mbushur me gjarprin. Kështu është në tefsir. Wail, por ka edhe kuptim tjetër mjerë, të dhia kanë ardhur në tefsir. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot fawailun lil musallin, dhe tu përfundon ajeti. Përse Allahu subhanahu wa ta'ala dikush thot do t'ishte mirë që të kompletoheshte ajeti të vazhdonte. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jo. Allahu dëshiron të na i tërheqë vëmendjen edhe neve, të cilët falim namaz. Prandaj thot fawailun lil musallin. Mjerë për ata të cilët falin namaz. E ti tash këtu ndalesh të ki ajet se këtu përfundon ajeti. Pastaj vjen ajeti tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala ai e shpjegon ajetin. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ata janë mjerë për ata që falin namaz, të cilët ndaj namazit të tire janë të pavëmendshëm. Allahu nuk tha alladhina hum fi salatihim, po çka tha? Alladhina hum an salatihim. A e dini vëllezër, fjalët e Allahut subhanahu wa taala janë për me i meditu. Sikur thonte Allahu alladhina hum fi salatihim, atëherë do të na përfshinte jo vetëm neve, por edhe sahabët. Çka do të thotë? Ata të cilët brenda namazit të tire tregon të pavëmendshëm. E kush prej neve, prej tekbirit deri në selam, nuk i ikin disa sekunda tjeti pavëmendshëm? Ti ikin. A një sekund, a di, a tre, a katër, fluturon mendja, a mo ti prap kthesh. Si kur kjo të bon të fjalë, Allahu dhe të thonë të alladhina hum fi salatihim. Por Allahu e diti se ne jena njerëz. Dalim diçka prej namazit, na ikën mendja, bojmi neglizhen, do shta dhe njere harëm cilën reqat jemi. Harojmë atë qohën, atë ngelim ullët, a jemi në tejat, a jemi në reqatin e tretë e kështu më radh. Prandaj Allahu e diti këtë çështje dhe Muhamedi a.s. Innama ana basharun mithlukum. Ensa kema të nëson. Fe idha nesitu fe dhe kiruni. Edhe Muhamedi a.s. i tha sahabeve, unë e tha jam njëri si kur jeni ju. Haroj si kur haroni ju. Nëse haroj kujtomja. Prandaj Allahu nuk tha alladhina hum fi salatihim, sa unë po tha alladhina hum an salatihim. Dhe me thonë tërësisht të në ndaj namazit janë të pavëmendshëm dhe janë neglizhen. Kanë thonë djetarët për kjo cilën e përfshi, qka ka të bone kjo me namazin, a ka të bone me që ato minutat, ato sekundat, kush janë ato të pavëmendshëm ndaj namazit, ndaj kësaj shtille të madhe. Kanë thonë djetarët, ato janë katër. E para, hinë 4 kategori njerëzish. Lënja e namazit në përgjithësi, këto janë të pavëmendshëm ndaj namazit. Lënja e namazit në tërësi, tha Muhamedi a.s. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Beslidhja mes nesh dhe jo muslimanëve është namazi. Ajo e besa, dhe me thonë ne kemi lidh besën me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ajo shtilla ku është lidh besa është namazi. Faman taraka, e kush e le këtë beslidhje faqad kafar. Kush e le këtë shtill, ai ka bo kufër. E Allahu thot fa khalafa min ba'dihim khalfun adau s-salate wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. E Allahu tha pas e erdhi një generat, e lan namazin, e harun namazin, i ndoqen epshet e tire, fasawfa yalqawna ghayya, e pastaj kanë me u taku me një dënim i cili është shumë i rëndë në ditën e gjykimit. Dhe më thonë e para çka ishte lënja e namazit në tërësi. Kush janë ata të cilët janë të pavëmendshëm ndaj namazit? Kategoria e para të që nuk falen. Apo herë falen, herë nuk falen. Falen xhumojave, falen kur i thot dikush sot është natë e madhe, hijim, apo falen për Bajram, falen për Ramazan, ju intereson nata Kadrit, shikojnë kalendarin kur është nata 27, çështu falen. E këto hinë grupin e parë. Tjetra është ata të cilët janë e falin namazin për me vënes. Pritin derisa të vine koha,
Pejgamberi alayhis salam tha, fadhalika salatul munafiq, fadhalika salatul munafiq. E shikon, thot, dillin kur vjen të perendone, arin atje mes dibrinjave të shejtanit, dhe atëherë thonë që nja 4 herë, thot, bien sejdë, edhe e fali namazin, wala yadhkurullaha illa qalila, thoi gati se vetëm pak e përmendën Allahun subhanahu wa taala. Shikoni vëllezër, kjo është prej këtyre cilësive të kujt? Të munafikëve. Edhe kjo është prej cilësive të munafikëve. Do t'rregoj çka ka thonë Ibn Kathiri në tefsirin e tij për këtë. E treta është neglizhimi i shtillave të namazit. E këtu vëllezër duhet me pas kujdes. Namazi o namaz. Namazi nuk ka i trashëgut. I trashëgut në rregull është si shtill. Amo jo forma e namazit, nëse e ke trashëgu gabim, duhet ta ndryshojsh. Mos thoj babe babgjish jo m'fal kështu. Që kjo puna Allahut të subhanahu wa taala. Kjo është haku Allahut të xhelleshanu. E pa Muhamedi alayhis salam një person, bjerë ngru, i dha selam pejgamberit alayhis salam, Muhamedi alayhis salam i kthej selam i tha, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Etha shko falu se ti si e fal. A ju fal bre? A Muhamedi alayhis salam nuk i tha nxitove si e fal. Dhe me thonë atë shpejtësi që e bën ti zero, nuk u ka llogarit asgjë. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Shko tha Muhamedi alayhis salam fal, për arsye se ti nuk je fal hala. Kështu veproi ki disa herë derisa e mësoi Muhamedi alayhis salam. Shikoj, ai i cili vepron kështu, pastaj i vjen këshilla, i vjen këshilluesi, prapë ngul kokën, le ta din që edhe ki ka një cilësi prej cilësive të munafikut. E katërta është mungesa e pranisë së zemrës në namaz. Dikush bile dëshiron të meditone për dinjo kur on namaz, si të marrë tekbir, e sidomos kur falet mas në imamit 5 parëse. Fluturon këtë dinjon e shëtiti, u knaq, prej BMW-n, Mercedes, a namaz është. Pse imami thot Allahu Akbar, ki shkon më zdin asgjo, gafil është ki, zemra e ti është gafil, nuk mban mend ki asgjo. Tha Muhamedi alayhis salam, aq ka besimtari prej namazit, sa ka kuptu, sa ka qenë me vetdije në namaz. Thonë që kështu ka edhe njerëz, knaqet. Ai të sinetët e ka problem se falet vet. A me xhamata, njërë sabah i zgabon, pse po i shef tjerët Allahu Akbar, dhe ki Allahu Akbar, shkon, bjerë ngru, apin selam dej prej namazit. Vallahi se din çka ka lezu imami hiç. Sikur imami 7 rekat të falte dhe ki 7 do të falte. Pse? S'osh me ment ati, zemra mungon. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka llogarit atë që falet në namaz dhe nuk mban mend prej namazit, thot aq ka namaz, aq sa mban mend. Shikoni Ibn Kathiri çka thot vëllezër për këtë do ta lexoj. Qal Ibn Kathir fi tafsirihi fal-lafdhu yashmalu hadha kullu. Kjo ajet fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun i përfshin të gjitha këto 4 kategoritë. Walakin man ittasafa bi shay'in min dhalika falahu qistun min hadhihi al-aya. Por thot ai i cili njënën prej cilësive e ka një hise prej asaj, një lloj nifaku e ka. Wa man ittasafa bi jami'i dhalika faqad tamma nasibuhu minha wa kamula lahu an-nifaqu al-amali. Ai i cili i posedon të gjitha këto cilësi që i përmenda, ai thot e ka marrë krejt hisen dhe është bon një munafik si pas veprave. Prandaj vëllezër, dhe të lexoj një tekst shumë i bukur. Ai që mediton mbi gjendjen e atyre që nuk mëshirojnë jetimin, nuk ushqejnë të varfërin, mashtrojnë, gënjejnë dhe bëjnë padrejtësi, e kupton se ato janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre. Ai i cili humb namazin do të jetë edhe më i humbur në çështje tjera. Kur adhurimi e humb kuptimin dhe shpirtin e tij të vërtet, ai shndrohet në lëvizje të thata, të cilat as nuk e forcojnë imanin dhe as nuk e pastrojnë sjelljen. Ndikimi i tij në jetë mbetet i dobët. Tekstet e Kuranit dhe sunetet kanë sqaruar urtësinë e adhurimeve dhe kanë treguar synimet e tyre. Lusë Allahun xhelleshanu na uzon në rrugë të drejtë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.